Detajet të reja janë zbardhur në lidhje me atentatin me armë zjarri të ndodhur mbrëmjen e së dielës në fshatin Ril të Lezhës. U mbeti i plagosur një 30 vjeçar, pronari berber Hanës, Sokol Daci. Bashkë me të dyshohet të jetë plagosur edhe antari Fisit Nikulaj, i cili për momentin duket të ketë qenë shënjestra e sulmit. Ai gjendej brenda berber Hanës bashkë me një policë dhe persona të tjerë. Oficeri i policisë, i cili ndodhej brenda në berber Hanën, qoçullua me breshëri plumbash, ka dëshmuar në polici, ku ka deklaruar se ndodhej aty rastësisht dhe se kur ka ndodhur sulmi ka qelluar me armë zjarri me qëllim për të neutralizuar autorët. Ekspertët e policisë janë rikthyer sërish në fshatin Ril të Lezhës pranë biznesit ku ndodhi atentati. Ekspertët po marrin gjurmët e gjakut në vendin e ngjarjes, të cilëve do të bëhet ADN-ja për të parë nëse kemi të bëjmë me një person tjetër të plagosur dhe identitetin e tij. Ndërkohë nga të shtënat, 4 plumba kanë prekur edhe 2 bizneset e tjera përballë berber Hanës, por fatmirësisht personat që ndodheshin brenda kanë shpëtuar mrekullisht. Ndërkohë policia po ushtron kontrolle në klinika dhe spitale private, pasi dyshohet të jetë plagosur edhe shënjestra e atentatit, i cili mendohet të ketë qenë antari Fisit Nikulaj. 30 vjeçari Sokol Daci u dërgua në spitalin e traumës, por ndodhet në gjendje të qëndrueshme. Sokol Daci nuk rezulton të ketë precedent me penal apo të jetë një person problematik në zonë. Policia po ushtron kontrolle në klinika dhe spitale private për të plagosurin tjetër, antarin e Fisit Nikulaj.